Besoj që përballemi të gjithë si prind kur fëmijët tanë lëndohen, ose edhe vetë kur lëndohemi është, derisa vjen koha me shku te ortopedi, a me vendos të lëndimit diçka të ngratë, a diçka të ftohtë. Kur ndrydhim kamën, ose ku di se na nuk dim diagnozen me bë. A guxojmë të intervenojmë? Lëndimet e freskëta, lëndimet që ndodhin gjithmonë kërkojnë ftohtë. Akull, gjithmonë duhet, pa asnjëherë akulli nuk duhet vendoset direkt në lëkurë, po gjithmonë të mbështillet për shkak se shkakton nekrozë ose shkakton mërdhirje të asaj pjese, na bën një problem tjetër atëherë me lëkurën, me djem, me djegjen e lëkurës. Me djegjen e lëkurës. Për këtë arsye gjithmonë duhet me vendos të ftohtë e jo të ngratë. Ngrati duket që për pak minuta ta qetëson, po mandej për shkak që shkakton shkakton ajtjen e djemën, se shkakton ne i themi vazodilatacion, zgjerim të enëve të gjakut. Edhe për atë arsye ju them jo, vendos akull, ice.